Dhuruese e kuletave të vogla. Parfimi Saint Laurent jam madhuruese e kamëtshme e këtij brendi. Banesën time gjendet në lloje të ndryshme të parfimave. Përshëndetje, sot kena me bo një çfarë fshihet në çantën time, se shumë për juve keni lyp edhe më keni shkru, dhe me thonë sot kena me po çfarë fshihet në çantën e Dërlak Breshaj. Shkojna me senin e parë që nuk ka shans me dalën e pishpis, dhe me thonë është kjo qerap, për arsye se i vjen era tepër e mirë, se në Prishtinë tepër shumë ajrin dotër, sart kom nevojë dhe më thonë veç e qiri çantën tem të famshme, edhe e marr erë që mu kthjell pak. Seni dytë që e kam çantë që nuk muj me dal pa të është ky topi. Topin e kam për arsye se zakonisht shumë të nejt me dosta edhe me shoqe, edhe me kolege, qohëm rrymë gugjas. Qysh në ato nejt, veç e qesë rrymë gugjas. Për qëtë arsye, topi nuk më ngën në çantën time. Tjetër, çfarë fshihet në çantën time është si brëm. Është brumi që e bojmë pitën, që është të qysh si. Qërë, për vetin është kjo ma i bukri në botë, po edhe që kjo pak